kemi një njeri. Që isa do shifja për në thema kohën. Kemi busin për vete. Morë të busin qëra. Morëm busin nga aeroporti Pizës për në Firenze. Opcionin kishte më shtrenjtë në fakt, po binte shi. Bileta e busit ishte 15 euro, ndërsa po të shkonit në këmbë nga aeroporti për në Pizza centrale për të marrë trenin, ishte 9 euro, pak a shumë. Dhe ishte super, se 20 minuta largësh aeroporti nga centralja. Hope that helps. Prossima fermata, Napoli, Regione Toscana. Po më vjen si dhe cheese, ma. Cheese. Formaggio. Ci da gazzetta. To janë spianata, Milano. Ja çada. Të po vdesin kom. Duhet. Kanë gjitu dhe i herë. Duke përshëndetje në Firenze. Nga memoria jote vjen për të dëshiruar. Këto lokalet këtu me pamje nga lumi. Me pamje nga muri, po. Very nice vibe here. Por ne kemi një rezervim dhe do ikim atje për darkë. Hajmish. A u s'do mish pa. Ting ting ting. Hajmish pa në lush.
Davidi. Mirëmëngjes, nga dita e dytë. Mirëmëngjes. Sigur kam detyru më vlla. Detaj. Ullëm të kjo kafe këtu. Përballë Kaza Marteli që do futemi me kismet zotit. Më falë, kush që ndis? Që do gjilbëra? Që mendon ti se do gjilbëra një tavull? Då är det ju mål. Jag kan lära mot. Jag mår. Ja. Se qa po firmos atje për një gjë kundër drogës? Nuk e di. Së në gjitemi atje. Janë thjesht 420 shkallë. Në Milano ishin 250 dhe u lodhën. Pa dyshim që do futeshim në qendra tregtare. Është e vështirë të zgjedhësh një listë muzeumeve dhe shopping malls këtu se është janar ka undje. Do të gjejmë Arglenin se e lash në një kat se më më. Dolëm çik nga pa autoja. Sepse doli dielli. Që na bëri një gocë foto me aparat. Porta di San Nicola dhe sipër është Piazza di Michelangelo. Nuk do shohim dot perëndimin sot, se më duket s'do ketë perëndim. Michelangelo shifre admiron të qytetin e Firenцës. Me sa duket? Gradën e tonë. Okej. Hajde. أنا بعطيك فاير. Dai, mamma. Keni parë pata më pimës. S'lejohet me notu as patat këtu. Marlene doli para meje, sepse unë nuk atë fja gjumë. Ati nuk i fjej. Tani do bashkohemi te katedralja. Mos gaboj është këtej. Se që aftej së shvetë. It's not scary at all. Ja, po është. Të gjeta. Gjithë çfarë do bëjmë ne këtu? Do mësojmë të bëjmë pasta. E kam sjell burrin, bëjmë supë gatu.
Ciao io. Pastat e para, tortellini, me ricotta, me limon zest. Okej. Kjo është më mira, këtë do hash ti, dhe hajt gjitha. Kjo është prerja më. Ah, okej. Përdorëm si gjë. Guys, if you don't have space, put it up to each other, it doesn't matter. Just put it up. Këto janë papardelet e mia. Më këtë pëse më ka ndaj shumë dhe diagonal. Si? Më ka ndaj kështu si me diagonal. Okay? Pasat i mbledhen dhe këto të kështë më dha këtu. Zihen atje. Si janë? Po mirë atë. Ajo limoni, qasë për të. Si të shien? Limoni. Shrebile është? Limoni. Mi provoj me këto? Po dua që këtë janë. është djathë e këto, okej, pesë. Vje me qesh. Me qesh që thatë ka bo gruja zap që të sohi kur s'gativi. Ishte vërtet. Kërë rezervoj vetë të klasën, këtu që nuk është pa im. E ka qenë vetë. Ne tani mësuam se të bëjmë makarona, pasta. Merë një vesh. Jo janë gjoni krisme. Mësuam me bë tortellini, ravioli dhe papardelle. Edhe ky shefi do na dërgoj receta. Ne do i bëjmë në shtëpi, mezi po pres të bëjmë në shtëpi do dalin e saj. Ino gjebrea? Po, një shqiptar që më thonë si do pasta mes. Unlimited wine, ka? Dhe sa marrojnë këto 50 shishe. Prit shqipni pak. Hidhja mushë, Flori. Shefi na tha, prisni të fundit të mbushni pjatin që tu hedh më shumë mish. Dhe askush nuk e kuptoi këtë sepse shefi është shqiptar dhe ai. Po vizi kanë gjithë më dhe. E kuptoj. Tiramisu. Mbas pastës? Akulole. Se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione. La 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 la. Mirëmëngjes, unë dhe paukja ime dhe rripi imja përkatik. Në çdo foto, video, ka ndalë vetëm të dhe dyja. Fyti im është keq. Sigur pi cigare. But we keep going. Do gjejmë një kafe për kafen e mëngjesit dhe më mbrap tek galeria del Uffizi. Çu quhet? Ka pikturat më të famshme në botë. And can't wait to see them again, se I kam pa njerë. Po dua t'i shoh pak më me të rezistat. Se do bëjmë vetëm një muze se s'kemi kohë. Se në orën 1 jemi për pizza. Është dita e kthimit. Qetësia e mëngjesit më pëlqen shumë.
Do ta bëj më shpesh. Radha. Kemi 10 minuta në radhë dhe për 5 minuta fitore. Pro tip, shkoni në të dielën më të parë të muajit në Itali dhe i keni parë të muzeut më kryesore. Referenca është një asesi e konsiderueshme para të kursimit. Vetëm për muzeun ose librin e parë. Atëherë, 20 euro bileta, nga 2 milion bileta që kanë për ditë. Të po sa vlen ato gjërat brenda. Me 100 lekë tash nga 1200 atë në sot. Ja ka 100 lekë. Po Michelangelo me Davidi. Ja, dhe Skënderbeu. Këtu. Shko tavan. Luar me dorë. Në kosin bilaniq. Pjesa më interesante. Ka të gjithë me 4 bashkë. Gjithë këto piktura. Dhe korridori vazhdon. Është shumë gjatë. Si? Kështu shif me veprat më. L'ultima cena, jo cena. Si thuhet drek? Pranzo është mëngjes. Jo, më pranzo është drek. Pranzo është drek. Okej, pranzo. Si thuhet si thuhet mëngjesi? Prit. Kolacione. Kolacione, po. Tu ik me pizza në aeroport? Në aeroport. 3 ditë super të shkurtra. Nga kanë punuar zborin tek aeroporti i Pjesës. Nuk lejohej çantat e grave, që gjithmonë janë lejuar. Dhe paguaj ekstra bonus, braza, vesha xhaketat, vesha çdo gjë. Dhe nuk pagova. E futa edhe çantën e futa poshtë paltës. Sa të kishin njëra, ato grave italiane. Shpëtova 23 euro.